Qeverit ndrohen, kryetarët e rinj emrohen, por problemi me sallën e sportit në shkollën fillore e Re Qurshit Zajazi mbetet i vjetër. Tani më disa herë kemi raportuar për fenomenin e sallës së sportit në oborin e shkollës, e cila është ndërtuar para 15 vitesh dhe për të nuk figuron asnjë dokument dhe si objekt nuk figuron as në kadastër. Një storje labirint që prej 7 vitesh hulumtimesh nuk mund askush t'i bjerë në fije, as kush e ndërtoi, as si e ndërtoi dhe pse nuk u hap asnjëherë për përdorim. Për këtë situatë, tani jam drejtuar kryetarit aktual të komunës së Kërçovës, Aleksandar Jovanovski. Решение сум посекоја цена да изнајдеме решение. Јас разговарав со разни фактори, како што кажувате, од градежници па проект одговарав, од тука, од нашиот сектор за образование, секторот за урбанизам, значи неколку состаноци сме одржале, разговарав и со директорот на училиштето тамо, разговарав со представници од ЗАЕС. Решен сум по секоја цена да изнајдеме начин, да изнајдеме решение, да се легализира и да се даде на училиштето. Drejtori i shkollës Nasir Ismaili thotë se nuk i ka humbur shpresat për këtë sallë, megjithatë pohon se pa u pajisur me dokumente nuk do ta shfrytëzojë sallën. Biseduam gjithashtu edhe për sallën e sportit dhe u premtua nga kryetari i komunës që për një periudhë të shkurtër do të mundohet që të hapet dhe do të rregullojnë edhe dokumentacionet e sallës së sportit. Kjo sallë është ndërtuar në vitin 2009-2010, është e rregulluar por qëndron e mbyllur për gati 2 dekada dhe deri më tani askush nuk i del zot këtij ndërtimi dhe dokumentacioni për këtë sallë nuk ndodhet askund.